Temperaturat e larta në Kosovë kanë filluar qytetarët të ankohen për probleme me shëndetin më pas që vinë si rrjedhoj e këtyre temperaturave. Fillimisht cilat kategori janë më të rrezikuara kur bëhet fjalë nga të nxehtit e madh? Tani ne kemi disa pacientë të cilët përveç problemeve të tjera, duket që kanë edhe probleme me temperaturat e larta, sepse kanë nisur të shfaqin shenja të marramendjes ose të mundimit që mund të jenë edhe për shkaqe të tjera, po që temperaturat e larta i përkeqësojnë. Paka shumë jemi të rrezikuar që të gjithë, paka shumë gjithë duhet të kujdesim me këto temperaturat e larta. Mirë, po nëse flasim në mënyrë të veçantë, janë foshnjat e vogla, të cilat janë më të ndjeshme, pastaj janë gratë shtatzëna, po edhe të moshuarit të cilët kanë edhe probleme tjera kronike, nuk përjashtohen edhe të tjerët, edhe të rinjët, sidomos ata që punojnë në ndërtim, ata që punojnë në kuzhina, në të cilët nuk kanë ngrojë, nuk kanë ajër të kondicionuar, mund të atakohen nga temperaturat e larta. Dhe si rrjedhoj, po besoj që gjithmonë profesionistët shëndetësor janë atje për të ofruar ndihmë e mbi të gjitha para se të vijë puna që të bëhemi për doktorin, të marrim disa këshilla nga ta është më së e nevojshme. Na tregot cilat periudha të ditës kryesisht do duhej që t'i shmangeshim daljeve jashtë kur temperaturat janë të larta, në mënyrë që t'i parandalojmë këto efektet anësore që edhe të lashet me shëndetin që mund të na sjellin këto temperaturat. Patjetër që ne jemi gjithmonë të gatshëm dhe kemi ekipet e profesionalizuar që të ofrojnë ndihmë mjekësore në rast se dikush atakohet nga temperaturat e larta, po ashtu siç e thatë edhe ju, parandalimi është më i mirë se sa pastaj mjekimi i pasojave. Kështu që ajo që do rekomandoja shikuesve është që përveç atyre që duhet të punojnë me ndërrimet e natës, të ngrihen herët në mëngjes me një energji pozitive, edhe aktivitetet e tyre të zhvillojnë herët në mëngjes, ose pas diteve të shmangun temperaturat nga ora 10, të shmangun daljen e diellit nga ora 10 e mëngjesit deri në orën 4 të pasdites. Pastaj, nëse duhet të dalin në diell, të përdorin kremra me faktor mbrojtës, kurse më rëndësishme nga të gjitha, sepse ne atakohemi nga temperaturat e larta për shkak të humbjes së lëngjeve, që na shkaktojnë këto temperatura për shkak të avullimit, që në farë mënyrë e pengon qarkullimin e duhur të gjakut, është të marrë sasi të mjaftueshme të lëngjeve. Në këtë rast nuk e kam fjalën për lëngjet e gazuara, as për lëngjet me sheqer, po ujë të pasur, një shishe ujë me vete është shpëtimtare në shumicën e rasteve. Sepse këtu në fakt edhe ndesha të dalë, tek këshillat, si të mbrohemi nga të nxehtit, duke evituar pjesën e jashtme e kuptuar mirë, po megjithatë edhe gjatë qëndrimit brenda